E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të filluar të analizojmë, të bëjmë një analizë të detajuar rreth ngjarjeve më të fundit në fakt që po ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Të gjithë sy e vesh jemi drejtuar drejt ekranit për të kuptuar se çfarë do të ndodh sonte në prime-in e Big Brotherit. Unë e kam thënë që e shtuna në Big Brother është gjithmonë glamur, është gjithmonë e veçantë, ka gjithmonë surpriza, ka gjithmonë gjëra të bukura, ka gjithmonë befasi që në fakt banorët kalojnë në emocione të ndryshme. Tani, sonte do të kemi disa parte, le të them, disa pjesë. Fillimisht një herë, Mateo ka kërkuar diçka nga vllau i madh. Siç duket, Mateo sonte do t'i kërkoj apo do t'i shpreh në një moment romantik dashurinë Brikenës, sepse të gjithë banorët në fakt kanë komentuar qëndrimin e Mateos, të gjithë banorët kanë folur qëndrimin e Mateos. Brikena në një farë mënyrë i dha një dritë jeshile Mateos, i tha që unë dua që të marr dashurinë tënde, dua që të marr mbështetjen tënde, dua që të marr vëmendjen tënde, dhe Mateo këtë javë ka qenë më afër Brikenës. Në verand kanë patur biseda më të gjata, kanë kaluar momente bashk, kanë kaluar orë bashk. Siç duket, Brikena është bindur që ka të bën me një çun të jashtëzakonshëm dhe kjo gjëja e bukur në fakt që u përfol, që u komentua gjithandej për Big Brother, për marrëdhënien e tyre, për dashurinë e tyre, siç duket tani do të finalizohet. Domethënë Mateo ndoshta u motivua nga Ono që i bëri surprizën Gretës brenda shtëpisë Big Brotherit. Mateo sonte do të na befasoj të gjithëve. Domethënë ekskluzivisht për herë të parë në Big Brother kemi një lëvizje. Unë në fakt uroj që të jetë lëvizje dashurie, se nuk ka çfarë Mateo t'i kërkon vllau të madh për Brikenën, uroj që të jetë një propozim dashurie, këtë e uroj me zemër. Ndoshta Mateo e bën sonde sepse ndoshta e ka dhe këtë frikën që mund të skualifikohet nga loja edhe pse nuk ka shansa që Mateo të del, dhe dëshiron që të ja shpreh Brikenës ndjesinë. Unë uroj me zemër që Brikena t'ja pranon, sepse shumë herë, domethënë gjatë bisedave që kanë biseduar të dy, Brikena ka thënë që çdo gjë ka përfunduar, çdo gjë ka marrë fund, nuk ka mundësi që të ketë lidhje mes nesh, ajo që ishte, gjërat janë të finalizuara më, domethënë ka qenë dikur, domethënë Brikena non stop e largon në të gjitha format marrëdhënien me Mateon. Domethënë sonte kemi një surprizë shumë të madhe brenda kësaj shtëpie. Nga pjesa me Mateon, që me patjetër nuk do t'jetë pjesa e parë, por do t'jetë nga mesi i prime-it, do të hapet prime me dinamikat më të mëdha që ka ndodhur me Selinës edhe Mirit. E shoh si një vajzë timen, e shoh si gocën time, ka thënë Miri për Selinën, por lëvizje që Selina ka bërë kohëve të fundit me Gimbon, siç duket Mirit i kanë dhimbsur shumë. Mirin e kanë lënduar jashtëzakonisht shumë. Ju e dini shumë bukur që banorët nuk janë të informuar, por DJ Gimbo i ka shprehur kënaqësi, i ka shprehur pëlqim, i ka shprehur dashuri Selinës. Natën e mbrëmshme, në orët e vona të natës, DJ Gimbo ka shprehur emocione për Selinën dhe Selina ishte shumë e lumtur në një farë mënyre dhe siç dukej i pëlqente kënaqësia që fitonte nga DJ Gimbo. Unë e kam thënë me Selinës edhe Gimbos ka një kimi jashtëzakonisht të bukur dhe unë dëshiroj që të lidhen shok, edhe të lidhen çift. Por Mirin e ka vrarë kjo gjëja.
Edhe mbrëm në darkën, kur bëri vllau i madh festën, Miri tentonte pafund të shkon drejt Selinës të vallëzojnë të dy së bashku, që do të thënë të merr Selinën, sepse ka frikë se do t'ja marrin, por edhe një ditë më parë, teksa po pinin kafen te veranda, Miri po pyeste Selinën me shumë agresion se çfarë flisje ty mbrëm 4 orë në lavanderi me Gimbo, ndërsa mua më gënjeve, më the të shkoj të lahem. Do me thënë, Miri është shumë xhelos, nuk ndjehet fare komod në shtëpi për afrimitetin që Gimbo ka bërë me Selin. Unë jam shumë i bindur duke njohur vërtetësinë, sinqeritetin e Gimbos. Gimbo nuk ka hyrë me strategjinë që të afrohet me Selinën, thjesht ai shpreu një pëlqyeshmëri duke u bazuar tek fjalët që Miri thot unë e shoh si vajzën time. Do me thënë, unë e kam thënë gjithmonë që tek Miri ka një dashuri, por ka frikën që ta flet, ka frikën që ta thot sepse është një burr i martuar jashtë, ka një fëmijë dhe e ka këtë pjesën e paragjykimit, dhe mua më vjen shumë keq që ne nga Miri nuk arritëm të njohim Mirin, lojën e Mirit, por arritëm të njohim Mirin që dashuron Selinën. Do me thënë, kjo ishte loja e Mirit, këtë përdori. Miri këtë urrejtjen dhe xhelozin, imagjinoni, e nxjerrën tek Artani, sepse nuk ka çfarë t'i thot Selinës, nuk ka se si t'ia bllokon këmbët Selinës, nga që Selina mori mesazh nga vllau, mori mesazh nga kunata, mori mesazh nga të gjithë njerëzit, dhe nuk ka se si t'ia bllokon këmbët Selinës, dhe shkon i thot Artanit lloj-lloj fjalësh dhe i gjuhet në fytyrë. Domethënë që kjo është, imagjinoni të grindesh me Artanin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Më thënë, kjo është situata e dytë, dhe më pas situatën e tretë që në fakt në promo e pash të anashkaluar, nuk do të përmendet situata e Rogertit, Gimbos edhe vllaut të Gjestit. Shkaku ndoshta për të mos lënduar familjen e Gjestit, pasi që Rogerti i kërkoi dhe falje Gimbos, por do të përmendet domethënë Rogerti që është shprehur si një fenomen që ka shkatëruar të gjithë shtëpinë. Do me thënë, përsëri sonte do të përflitet për Rogertin, ajo që unë e kam thënë, edhe pse Rogerti është duke ofenduar, është duke denigruar të gjithë banorët aty brenda, do me thënë ka zgjedhur këtë anë të medaljes për në Big Brother, vllau i madh siç duket e suporton që ai të qëndroj brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do me thënë, kryefjala e këtij Big Brotherit sonte janë po këto tema. Rogerti Miri, që kanë patur përplasje të jashtëzakonshme, Rogerti Mateo, që kanë patur përplasje të jashtëzakonshme me ofendime, deri me ofendime që Rogerti bëri natën e mbrëmshme, duke i thënë Mateos ti s'ke bo, ti je këtu për pësi, etj, etj, etj. Ndërsa, do me thënë, kemi një surprizë të madhe dhe të bukur që do të vi brenda kësaj shtëpie nga Mateo për brikenën e tij të dashur, dhe në anën tjetër, do me thënë, kemi emocionet që Gimbo po shpreh ndaj Selinës. Do me thënë, është një natë e mbushur me shumë surpriza, është një natë e mbushur me shumë dashuri, me patjetër që unë do të sjell pranë jush edhe video të tjera në vazhdim, duke komentuar ngjarjet në mënyrë të ndryshme se çfarë do të ndodhen, afrimitetet, pëlqyeshmëritë edhe dashuritë. Do me thënë, kemi dy çifte që në fakt janë në tentativë për të bërë çifte brenda shtëpisë së Big Brotherit, që jam i bindur që do t'japin një emocion pozitivitet të papar.